i kom pa maketat qysh në fillim, ndonjëherë maketat egzagerohen, bëhen më të mira sa që janë reale. Këtu më duket që është e kundërta. Një politikan i njohur, një humanist, Martin Luther King, ka thënë një shprehje shumë domethënëse, I have a dream. Kam një ëndër, vendodhja e Marijuana Hill është e tillë që ka komunikim me pjesën e pasme poshtë liçeni Badovcit, pastaj mbrapa në anën e lindjes kemi gërmin, ajrin e freskët, ajrin e pastër të gërmisë, cilin do profesion edhe para se me vendos me qenë mjek, punën ta kryej me ndershmëri dhe me përkushtim maksimal. Kështu që kjo ndërlidhja e të qenurit mjek dhe profesor janë dy kapituj të po të njëjtës libër, do me thonë unë ato nuk i ndaj, ndahet vetëm orari. Mu më inspiron ecja në Marijuana Hill, se janë kriju kushte shumë të mira, unë kam dëshirë me hecë shumë, edhe arkitektura e shtëpive të banesës. Dok, mirëmëngjes dhe faleminderit që na mirëpritët sot. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Dua të filloj ndoshta thjesht, para se të filloj me arritjet dhe titujt që ju i keni, me na tregu pak për rutinën tuaj në një mëngjes të zakonshëm. Si e keni? Unë ndonë se punoj shumë gjatë ditës, e kam një veti të mirë, për dikën e keqe, zgjohem shumë herët, bëhem gati dhe zakonisht mëngjesin e filloj duke pirë një kafe me anëtarët e familjes. Në vikend me gruan, djalin dhe vajzën dhe me nënën, ndërsa jashtë vikendit, ditëve të punës, zakonisht me nënën bëjmë një xhiro, marrim kafe, marrim mëngjesin dhe vazhdoj pastaj ditën. Koha e dedikuar për më të shtrenjtën në mëngjes. Po kjo rutina e tanishme, si e paramendoni dhe si e parashikoni ndoshta këtë rutinë në banesën tuaj të ardhshme në Marijuana Hill, në shtëpinë e re? Këtu në Marijuana Hill, pra unë jam në ardhje e sipër, sepse jam duke e mobiluar, duke rregulluar shtëpinë time, por kjo nuk më ka ndaluar që të vi shumë shpesh, të bëj vizita shumë të shpeshta, bile shumë në fazat fillestare kur kanë qenë vetëm në temele, e kam përcjell ndërtimin e Marijuana Hillit, i kam pa maketat qysh në fillim, ndonjëherë maketat egzagerohen, bëhen më të mira sa që janë reale, këtu më duket që është e kundërta. Realiteti është më i bukur, më i mirë, më i ndjeshëm, më i prekshëm se sa që kanë qenë maketat e Marijuana Hillit, dhe kjo nuk më ka ndaluar më pra që të vi prej fillimit e deri tash në fazën të themi përfundimtare të etapës së parë të ndërtimeve të lagjës. Çfarë është ndonjë gjë e vogël që kur jeni këtu në Marijuana Hill duke i përcjell këto punime dhe duke pa shtëpinë tuaj të rinë në përfundim e sipër që tashmë jeni duke mobilu që ju bën, po, ky është vendi im, kam bërë zgjedhjen e duhur. Ekzistojnë shumë gjëra që e bëjnë unike këtë lagje, por arkitektura e ndërtesave, pastaj infrastruktura e cila është e jashtëzakonshme, që është mahnitëse, duke filluar nga gjelbrimi i tepërt në thojza, duke vazhduar me rrugët e gjana, duke përfunduar me trotuaret e bollshme që janë të mjaftueshme për ecje, për vrapim, pastaj vendet për të performuar aktivitete të ndryshme sportive, prezenca shkollës, prezenca lokaleve, janë që nuk din njeri se cilën për tyre me përmend më përpara për me e potencu bukurinë e kësaj lagje. Tani duke ju parë këtu, në këtë vend modern, vjen me mendu për rrugtimin tuaj. Ju keni jetu në një lagje ndoshta më të zhurmshme në qytet, në Prishtinë, dhe keni eksperiencë të shumt në banime tjera, deri më tani. Krahasimi ndoshta mes atij komuniteti dhe komunitetit në Marijuana. Je dallim? Po, pikës pare, kisha pas qef veç pak me u kthy në retrospektiv, dhe me thonë se na që kemi disa vjetë më tepër se sa ju, zakonisht orientohemi me para lufte dhe pas lufte. Do thot, para lufte, situata politike dhe ekonomike ka qenë e tillë që njerëzit me mendzi kanë mbijetu. Edhe askush nga ne nuk ka mujt me paramendu që në Kosovën e pas luftës do të kemi mundësi
që të jetojmë në lagje të tilla siç është Marijuana Residence dhe tani Marijuana Hill. Pra, për mu thjesht ka qenë e pakapshme dhe dallimet janë substanciale. Do thotë, përderisa jetesa në Prishtinë, në qendër të Prishtinës për shembull, ka pas ndoshta edhe përparësitë e veta, për shkak të prezencës të shkollës, qertës e tjera, lagjet e reja, siç ka qenë Marijuana Residence fillimisht dhe tani Marijuana Hill, i kanë përveç shkollave që janë prezente edhe qertëve, restoraneve, dyqaneve, gjitha ato që janë të nevojshme, kanë edhe një komoditet, një rahati dhe një qetësi të jashtëzakonshme që faktikisht e bën të pakrahasueshme jetesën në qendër qytetit ku ndoshta këto facilitete janë shumë afër, që thonë walking distance, ku njëri mund me kry në kam disa punë, por përsëri benefitet e jetesës në Marijuana Residence apo në Marijuana Hill, ku gjendemi sot, janë shumë të mëdha. Ju si mjek, alergolog dhe si profesionist, në fakt e gjithë familja jeni në të njëjtën lëmi, në të njëjtën fushë, mjekësh kështu në këtë lëmi. Jeni njohur me shumë njerëz, si profesor dhe si mjek që takoni student dhe pacient të shumt. Mundini me na nda diçka nga përvojat e tyre që ju kanë lënë mbres, ju kanë bë përshtypje dhe ju përcjellin ndoshta edhe sot në ritëm në profesion? Po, domethënë nuk ka ndonjë rast eklatant që kisha me nda, sepse ka raste të ndryshme edhe për sa i përket pacientëve, po edhe studentëve. Për sa i përket pacientëve ka raste të ndryshme të cilët vujnë për disa sëmundje alergjike, nuk kanë bërë zgjidhje, sidomos vite më parë, sepse alergologjia në kuadër të shkencave mjekësore është një lami relativisht e re. Nuk kanë bërë zgjidhje më herët, tani bëjnë zgjidhje dhe normalisht që çdo prind për fëmijën e vet gëzohet shumë kur bën zgjidhje. Ndoshta kisha përmend një student që më kalon pak, edhe më ka prek, po edhe më ka bërë krenar që ekzistojnë studentë të tillë, i cili pak para përfundimit të studimeve në biokimi laboratorike, aty ku unë jap mësim dhe në stomatologji, tha që do të shkon jashtë vendit në Irak, të punon një kohë të caktuar, të fiton dhe të kthehet për të hapur një laborator. Kështu që kjo ishte shumë një rast konkret për student, masi pyetët, që është një rast pak më unik, siç po thoni ju, që faktikisht njeriu ka sakrifikon rininë e vet në një vend që ndoshta nuk është shumë mitësor, për të fituar dhe për të vazhduar jetesën. Edhe për të ardhur këtu për të kontribuar. Për të vazhduar matutje në profesionin e vet. Tyre. Me që jemi tek profesioni dhe këshillat apo pacientët që vinë për të marrë këshillat e juaja, njohurit nga ju, cilat janë ankesat më të mëdha që i bën shqiptarët apo alergjitë më të mëdha që ndoshta i gjejmë më të zakonshme që i gjejmë në shoqërinë tonë? Për sa i përket alergjive, domethënë, alergjitë janë një oqean i tërë, është një diversitet shumë i madh, po unë i kisha përmend shumë thjesht, shumë shkurt, do të thotë, duke filluar nga alergjitë inhalatore apo alergjitë e rrugëve të frymëmarrjes, ku hyn poleni, lagështia, myku, epiteli, kafshë shtëpiake, pluri shtëpis, që janë shkaktarët më të shpesh të rinitit alergjik dhe të astmës alergjike. Pastaj kemi alergjitë ushqimore, alergjitë medikamentoze, alergjitë nga kontakti, kontakt dermatiti dhe nga thumbimi i insekteve. Pra këto janë alergjitë kryesore nëse ndahen në kapitujt e veçantë, por janë shumë laramani e madhe, pra ekziston një diversitet shumë i madh për sa i përket alergjive dhe na hasim çdo ditë në grupin e smundjeve që takojnë në grupe të ndryshme të alergjive. E mira e kritë kësaj është që është një adresë e një doktor me përvojë që mund të gjejnë zgjidhje, ndoshta se edhe për të identifikuar alergjitë, se nga sakt, nga çka vjen alergjia lyp pak kohë derisa të identifikohet. Po jo vetëm për alergji, po përgjithsisht në mjekësi, diagnostikimi apo përcaktimi i diagnozës është kryesorja. Pastaj mjekimi është më i lehtë kur ta dim se prej nga vjen sëmundja. Përmendet Marijuana Residence që nga banesa juaj tani në zhvendosje si për këtu në Marijuana Hill dhe përvoja besimi që e keni marrë nga kjo banesë e mëparshme. A ka pasur ndonjë moment apo
përvojë në ndërveprim që ju ka bë juve të vendosni që të zhvendosni apo të mendoni për të blerë, për të zhvendosur në një lagje të re, si që është Marijuana Hill? Një politikan i njohur, një humanist, Martin Luther King, ka thonë një shprehje shumë domethënëse, I have a dream, kam një ëndër, dhe unë besoj që një ëndër e disa djemve 3, si që kanë qenë pronar të Marijuana Residence, e që aktualisht janë duke ndërtuar Marijuana Hillin, pra Rasimi, Valtoni dhe më herët edhe Erolli, e kanë bërë që ëndra tyre të shndrohet në ëndrën e shumicës qytetarëve të Prishtinës, të themi edhe në peshalet Kosovës, për të jetuar një jetë sikur në ëndër. Pra, e përdora shumë shpesh këtë fjalë ëndër, po njeriu gjatë jetës duhet të udhhiqet nga një ëndër, anglisht thojnë daydreamer, me pa ka njerë ëndra me sy hapur, po pa ëndra me sy hapur nuk realizohet as një projekt. E sidomos to projekte madhështore siç kanë qenë Marijuana Residence dhe Marijuana Hill. Sakt, një që përshëndrohet tashmë në një komunitet të ri, sidomos këtu në Marijuana Hill. Ju si profesionist që i kushtoni rëndësi të madhe shëndetit mendor, shëndetit fizik, përgjithësi shëndetit profesionalizmit, si mendoni se arkitektura, përmendet më herët infrastruktura që ofron Marijuana Hill, sa mendoni se ndikon kjo në shëndetin mendor të shoqërisë tonë, një lagje e tillë që ofron këto kushte, këtë infrastrukturë, një mirëqenie? Nuk është vetëm arkitektura, po është edhe vendodhja. Dhe me thonë, pikë pare duhet me ditë që vendodhja e Marijuana Hill është e tillë që ka komunikim me pjesën e pasme ku është liçeni Badovcit, pastaj mbrapa në anën e lindjes e kemi Gërmin, ajrin e freskët, ajrin e pastër të Gërmis, dhe në mjeksi zakonisht kur flasim për smundjet, kur flasim për smundjet e personat të ndryshëm, flasim për gjenotipin dhe për fenotipin. Gjenotipi është ajo që zakonisht njeriu e trashëgon me gjene. Po fenotipi është ajo se çka neve na rrethon. Pra, një lokacion i tillë siç është Marijuana, po gjithashtu jo vetëm lokacioni, po pastaj edhe infrastruktura e caktuar ndikojnë shumë pozitivisht, sidomos të ata të cilët kanë probleme me frymëmarrje, me frymëzënje, që faktikisht takojnë në grupin e specialitetit të smundjeve të mija, në thojzë. Kështu që kjo është një prej arsyeve që mu ka intrigu, që kam mendu që jetesa e fëmijëve, e ndoshta në të ardhmen edhe nipërve apo mbesave të mia, do të jetë më kualitative në këtë lokacion të caktuar për shkak të prezencës së ajrit të pastër të Gërmis dhe prapa shpinës së Badovcit. Çto këtu edhe parqet, edhe hapësira të bicikleta. Ato i tham pak më herët, Sakt, sidomos kur përmendet fjala fëmijë në një komuniteti në rritje. Nuk e di se këtu nuk i kemi matë trotuarit sa janë, por Marijuana Residence janë 6.5 km trotuare, kështu që e mjaftueshme për me ecë, për me vrapu, për me nga bicikletën e tjera. Falet edhe pak për mirëqenie deri më tani, po ju që jetoni në dy botë njëkohësisht, më saktë, akademike dhe atë profesionale, pra mjeksin. Si arrini t'i balanconi këto dyja në përditshmërinë që keni, se njiheni si profesor, si mjek, si doktor që punoni shumë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës, një ditë e gjatë për ju? Pikë pari e tham pak më herët, kur e përmenda punën e ëndrës shokëve të me, ëndra ime ka qenë që cilin do profesion, edhe para se me vendos me qenë mjek, punën ta kryj me ndershmëri dhe me përkushtim maksimal. Kështu që kjo ndërlidhja e të qenurit mjek dhe profesor janë dy kapituj të po të njëjtës libër. Do me thonë, unë ato nuk i ndaj, ndahet vetëm orari. Para dite, për shembull, kam ligjerata, mas dite punoj me pacient, ndonjëherë ushtrimet vinë studentët i mbajnë të poliklinika ime, kështu që janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, prandaj as nuk i ndaj bile hiç. Rëndësishme. Po, si është një të ardhmen e shëndetësisë në Kosovë, në që jeni thellë në këtë fushë? Tash, dulëm temat ndryshme, po mjekësia kosovare... Me hip me komunitetin tonë. Mjekësia kosovare
ka bërë hapa për para, normalisht, sidomos krahasim me qysha thashun ato para lufte mas lufte, po që mjekësia është një problem i zërshëm, i vështirë, jo në Kosovë, gjithë kanë bërë. Do me thonë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe në Shtetet e Bashkimit Evropian, ekziston gjithmonë një kërkesë për më tepër, për sa i përket shërbimeve shëndetësore, sepse shërbimet shëndetësore kushtojnë. Jo për ekonominë tonë, që ekonomia jonë është cop-cop, do me thonë që kushtojnë edhe më tepër, po edhe në vendet zhvilluara, kompanitë e sigurimeve çojnë luftë me shëndetësinë në lidhje me pagesat. Kështu që unë mendoj që për sa i përket shëndetësisë kosovare, shëndetësia kosovare ka bërë hapa përpara, kemi pas mungesë të shumë profileve të ndryshme, tani nuk ka mungesë të asnjë profili faktikisht, deri në kardiokirurgji, deri në onkologji, mos themi për të smundje tjera që janë pak më të thjeshta, më banale, po që është një moment, jo ndoshta sot, po që shumë shpejt duhet të ndahet sektori shtetëror me privat. Domethënë, duhet të kemi në ndarje të sakt, sepse vetëm duke mos pas konflikt interesi, puna në shëndetësi do të bëhet më me rregull, më suksesshme. A ka ndonjë moment kur ndiheni se komuniteti ju ka befasu për të mirë? Duke ndoshta krahasu jetesën në qytet të zhurmshëm ku ka laramani njerëzish që jetojnë dhe komuniteti marigona. Komuniteti s'ka të bëj veç me vendodhjen, se edhe në lagjën time në Bregdillit ku kam jetu të rritën deri vonë, është komunitet shumë i mirë, fantastik, po që komunitetet në Marigona Residence dhe Marigona Hill ndoshta ka ma tepër laramani, që që thashë edhe për këtë punën e smundjeve alergjike, njëjtë edhe komunitetet në Marigona Hill, për shembull, ka laramani, kemi mjek, kemi profesor, kemi presidentën, kemi futbollist njoftun, kemi këngëtar të njoftun, dhe që ndoshta e bën pak më interesant me u taku me njerëz të shkëmbim profilesh, idesh, përvojash të ndryshme këtu gjeni. Me që po flasim për lagjen edhe kur po shohim këtu nga dritarja, duket gjithçka bukur për gjitha ato që i përmendëm sa i përket infrastrukturës, pamjes së qytetit, parkut, çka ju frymëzon? Ndoshta ndonjë meditim, ndoshta një moment qetësie që e gjeni, inspiroheni, diçka më të veçantë? Personalisht për momentin, mu më inspiron ecja në Marigona Hill, se janë kriju kushte shumë të mira, unë kam dëshirë me hecë shumë, edhe arkitektura e shtëpive dhe banesave. Do me thonë, në këtë rast, duke ecur, duke shiquar, unë meditoj dhe jam shumë i qetë dhe shumë i lumtur me ato çka shoh. Për gjithë ata që mendojnë janë në mendime e sipër për të blerë një shtëpi për të vendosur në një komunitet të tillë, cila do të ishte këshilla juaj? Po këshilla ime do të ishte që ata pikësvarit të shohin interesin e vet, të takojnë zyrën e shitjeve dhe që këshilla përfundimtare ime është që pa marrë parasysh, bëhet fjalë veç për Marigona Hill, apo edhe për ndonjë lagje tjetër, të shohin interesin e familjes së vet, sepse në fundit tërë ditën punojmë, ballafaqohemi me problemet përditshme për të siguruar një ekzistencë më të mirë për vete dhe për familjen. Unë mendoj që më mirë se sa kushtet të cilat i ofrojnë lagjet siç janë Marigona Residence, Marigona Hill, për Kosovë nuk ka. Bile, bisedime edhe me kolegë të ndryshëm të regioneve ndryshme, nuk kam pa një lagje të tillë as edhe në region. Në të kompletuar. Në të kompletuar, jo vetëm në aspektin e arkitektonik, edhe në aspektin urbanistik, në kuptimin e parqeve, vendeve për ecje, parkingjeve, e tjera, që faktikisht ka vende tjera ku ndoshta bëjnë banesa më të mëdha, këtu banesa më e lartë është 5 kat, 6 kat, domethënë që edhe mos më ta vrasë synin shumë. Po e keni presionin e familjes për me përfundu mobilimin e shtëpisë sa më shpejt për më vendosë. Gruaja po. E kam parasysh prandaj deri kur kryhet, po shumë shpejt besoj edhe. Është punë javësh. Nëse dikush nga shikuesit tanë të kësaj serie Over the Hill, që bisedën që patëm bashkë, e shikon,
cili mesazh ti kishe dashur që ata me marrë ose me ju mbet në kujtesë nga krejt kjo? Unë, si një fjali përfundimtare, kisha thënë që pikës pari është vullneti i një personi për të jetuar në një ambient të këndshëm, të përshtatshëm dhe të sigurt, mos ta harrojmë me fjalën siguri, sepse është një komunitet i rrethuar, është një lagje e rrethuar, njerëzit ta shohin interesin personal. Por interesi personal gjithmonë, siç e thash edhe pak më herët, ndërlidhet me interesin e familjes. Ku ka më mirë se sa të jetojmë në një komunitet të përzgjedhur, ku, siç thash pak më herët, kemi mundësi me pa një futbollist të njohur, një këngëtar të njohur, një politikan të njohur, një profesor, një inxhinier, një ekonomist apo një mjek të njohur dhe të shkëmbejmë ide së bashku. Profesor, shumë faleminderit që na mirëpritet këtu në shtëpinë tuaj të ardhshme. Tani shtëpia juaj, por që do të zhvendoseni shumë shpejt për të banu këtu, që zbuluat nga jeta, historia, profesioni bashkë, si nga puna akademike edhe profesionale. Një balans shumë i mirë ky dualitet. Këto ishte kënaqësi të bisedojmë bashkë. Faleminderit që erdhët na vizitoni lagjen si lagje. Ndoshta kemi met pa thënë ndonjë gjë, por gjithsesi do kemi raste tjera që bisedojmë bashkë. Faleminderit juve.